Si kush duhet të fitoj komunën e Tetovës? Valla, kush është ma i zote, le ta fitoj. Kryetari aktual që ka qenë, ka punuar? Po ka punu. A duhet akoma të punoje? Çfarë i mungon Tetovës më tepër? Valla, po duhet ala punë. Duhet punë. Sa më shumë punoje, aq më mirë. Aq më mirë, edhe zgjedhjet do t'i fitoj. Faleminderit shumë. Kismet, po, me konë shëndosh mirë. Kush mendoni se do fitoje? A, të di, vota. Kujt japon vota? Se duhet të fitoj komunën e Tetovës. Si, nuk mbame. Nuk mirë me ato jo. 92 vjet i kam, nuk më intereson. A e merrni pensionin? Ko? Po. Gëzohem. Faleminderit. Zgjedhjet lokale, a do votoni? Po. Kush do e fiton Tetovën? Ai që meriton, Bilali du ta fitoje. Se Bilali? Po na ka bon. Unë se nuk o kështu diku, a mund më erë. Tjere ti patëm 20 vite, azhons na bon. E çkash më. E meriton edhe një mandat, Bilal Kasami. E meriton. Faleminderit shumë. E kalofshi më erë, e meriton edhe një. Bilal Kasami apo Bajram Rexhepi? Pa, mendoj se Bilali të fitoje, ka puna ma shumë. Ka puna, gjitha të punoje, këtë udhët i ndrysh, i regulloj, gjitha. Këtë udhët e kanë gropa. Këtë i regulloj. Ka bo shumë punë, ka bo. E që tragjikjet të uta e kuni se zbani, këtë i hangër se zbani kuni se zbani. Kush do e fitoje Tetovën? Valla shë di. E puna popullit dhe. Nuk e di. Kush e ka meritue? Valla shë di. Kryetari deri më tashëm a ka bën ndonjë punë? Po me siguri që ka puna. Do votojmë? Kush do fiton në Tetovë? A do fitoj, ku e diun. Bajrami mund të fitoj. Pse Bajrami? Ashtu, se vajnë rendi. Cili rend? Rendi ndrohet, ndryshim. Kryetari deri më tashëm a ka bë diçka? Ka bënë deri diku. Kush do e fiton Tetovën? Tetovën asnjë se më fitoj. Pse? Mendon se duhet të fitoj komunën e Tetovës. Nuk jom shumë analist për ashtau. Mendimi juaj personal. Mendimi jem personal mund ki që jo është të fitoje. Pa marë parasysh unë mendimin tim ta. Po, pa qetër, mendimi i lirë është, po. Por ndrejshe, s'di shumë ka... A ka punu ki kryetari aktual që është tani? Ta folim realisht, pjeto të parët ka pak përmisim. E di ka punë. Se ju vetë e dini si shkon rendi, jam më ne për afërsisht, a duhet ala më tepër angazhim. Do votoni? Po, si për herë. Kush do e fiton Tetovën? Nuk e di, rastin si do vanë se di, se puna nuk e di. Unë po për të votoj po. Një mendimi juve? Mendimi jem unë s'besoj, këtë dalën rezultatet, mendimet janë kështu, rezultatet dalën kundërta. Çajo është puna më kryesore. Kryetari deri më tashëm a ka bën ndonjë punë? Po kryetari ka punu diçka, nuk ka bashkë pa hiç. Çka jo është puna, çka me thonë tjetër se? Me do të fitojnë zgjedhjet tani. Pa dyshim se Bilal Kasami. Bilal Kasami e ka treguar vetveten se është punëtor, e meriton një mandat, siç ka thënë edhe vetë se vetëm një mandat e don për t'i përfunduar të gjitha dhe mendoj që shqiptarët kur njëherë s'kan pas kryetar më të mirë dhe duhet ta votojnë patjetër. Ato që i ka premtuar, i ka realizu? Unë mendoj se ka realizu më tepër se që duhet. Do të thoni pse, sepse për një mandat 4 vjeçar, krahasuar me mandatet që i kanë pas kryetarët para prak, Bilal Kasami ka qenë fenomenal. Me të vërtet, në rast se njeriu mendon se siç duhet, Bilal Kasami me të vërtet e meriton një mandat. Dhe apeloj që ta votojnë Bilal Kasami. I kisha lutë shqiptarët. Faleminderit shumë. Me nder qofshi. Kush mendon se duhet të fitoj komunën e Tetovës? Unë mendoj se duhet ta fitoj kandidati Bilal Kasami, i cili ka qenë 4 vite, është dëshmu edhe gjithmonë ne duhet t'japim edhe një shansë edhe 4 vite, për 4 vite ai boni shumë, po dhe 4 me siguri ka detektuar problemet, me siguri një njeri që ka përvojë, 4 vjeçare, mendoj se do vazhdoj edhe me punë pak edhe më të mira, gjithmonë ne presim. Zgjedhjeve lokale, a do votoni? Po. Kush e meriton Tetovën? Bajram Rexhepi. Pse Bajram Rexhepi? Një të ri ta provoj. Disa punë janë bërë nga kryetari aktual, që për mendimin tim e përgësoj personalisht
ka do rast për shumë me rrugët, me ujnë, lagja ime konkretisht prej këtu e përshëndes se e ka kry që 30 vite unë s'kam pas ujë, sot kam ujë, edhe ato gati thuaj se 24 orë, ton verën e nëzet, unë kam pas ujnë pa ndërpere. Kurse përpara u furnizoheshin me cisterna, me lloj burreshe ku e di çfarë, çket e ka kry, edhe këto bulevardet gjysmë të hapura, do rrugë të asfaltuara. Mendoj se më shumë ka lëviz se sa që ka lëviz ish kryetarja që i kishte 2 mandate pa asnjë punë, edhe pse ishte intelektuale e rangut lartë. Përshëndetje. Jemi në prag zgjedhjeve, a do votoni? Ne. Ne? votoj për kërkan. Hiç. Qysh? Hiç. Pse? Arsyen pse? Nuk votoj për kërkan. Hiç. Lutem, mos. Ku e di, se dim, nuk e dim. Zdihet se kush. Kryetari deri me tashmë ka pas tani punë? Po ka pasur, ku e di, ka bën disa punë, ka bën. Tash se dim se kush do të fitojë. Prag zgjedhjeve. A do votoni? Po inshallah. Kush e meriton Tetovën ta fitojë? Ai që e ka pas deri tash. Kush e ka pas deri tash? Bilal Kasami. E meriton, a? Po e meriton. Faleminderit shumë, Shumë respekt. Po do votojna, ma për kom e votu. I bona 60 vjetë, ala në ditë punës e kom. Kush mendoni se do fitoje? Vallatin e së qëmi politike së ne. Unë jem punëtori thjesht. Po mira, do votojsh, po. Po. Kënd do e votojsh? Shtirë së nja për koment. Kush e ka meritue? Kush e ka merituen? Luftarët. U që këja ka meritu. Më të anina Allah në një modësh. Ka me thënë? Kryetari deri me tashëm, a ka bon do një punë? Po. Qa ka bon? Bilal Kasami ka bo, ka regullu rrugët, ka ndretu, ka shëndu rrugët. Qaja, shka me thonë, shka me thonë, zish, me rejnë nuk shkohet, një të vdesmi. Ama inshallah me zotë në ndimohet, inshallah të botë hajrë. Faleminderit i ndërë. Ndërkofshi. Të fitoje Bilal Kasami, jam më se i sigurt që do të fitoje se i ka bërë punë shumë mirë dhe shpresoj të arrijë qëllimin. Zgjedhjet lokale. Po? Kush e meriton me fitoje? Për të meriton Kasami. Pse Kasami? Pse ka bërë shumë gjëra për popullatën, për në pak me mëndë për fukarat është e në mamae. Duhet ta meritoje ai që ka punuar. Nëse më duket, edhe pse nuk jemi asaj parti, duhet ta meritoje edhe këta. Do me thonë duhet të vlerësohet ai që ka punu, apo? Jo partia, po ai që punon. Personi i cili është i angazhuar. A ka dallim prej kryetarëve më hershëm? Më duket se ka. Edhe shifet, si thonë një fjalë popullore, është i qarë. Qartazi se kush ka punu, kush s'ka punu. Kështu është vlerësimi, mendimi. I tjerëve nuk e di. A do votoni? Normal, si çdo qytetar, kemi obligim dalëm votojmë. Ta shprehim mendimin tonë nëpërmjet votës. Kush do fitoje? Kush do fitoje, unë mendoj se duhet fitoje më i miri. Ato të cilët kanë punuar më tepër, ato të cilët kanë qenë më afër me popullin, ato të cilët i kanë shërbyer popullit, mendoj se meritojnë, vazhdojnë të qeverisin. Kryetari deri me tashëm, a ka bën ndonjë punë? Unë mendoj se janë prezente disa projekte infrastrukturore që ja vlen për të përshëndetur. Sigurimi i ujit, për shembull për zonën 146, njerëzit janë ballafaqur me probleme të mëdha. Në këtë kohë, për shembull, nuk kanë mundësi të sigurojnë ujë për pije. Ajo është një hap shumë i mirë që mendoj se jo vetëm unë, por çmon çdo qytetar dhe çdo banor i komunës Tetovës. Sa i përket infrastrukturës qytet, mendoj se është punuar, janë hapur disa bulevarde, tash janë me renda, janë pa rend. Ajo është ka organe tjera, shembull, po kryesorja shifet se infrastruktura rrugore është dukshëm e përmirësuar. Do me thonë meriton edhe një mandat. Po, nuk e di, po këtë mendoj se çdo qytetar duhet ta vlerësojë vet, por puna flet. Puna flet më shumë se sa fjalët. Faleminderit shumë. Zgjedhjet lokale, a do votoni? Do votojmë, po pellet shohëm ka. Nërë të mendohë, në më ta qeta shohëm. Kush mendoni se do fitoje? Bilali mendoj që do fitoje. Pse Bilali? Pse se ka punaue.
Qa ka punue? Ka punohë shumë, që këtë uzët i mbaroj në këton të tope. Për qatë mendoj, se dhe jenë unë më. Faleminderit. Duhet ta fitoj komunën e Tetovës. Tetovës? Cili është më i miri? Kush ka punu për Tetovën, ai duhet fitoje. Si mendoni ju, kush ka punuar më tepër? Ai që është për momentin. A duhet akoma të punoje? Çfarë mendon, kush duhet ta fitoj komunën e Tetovës? Bilali, paçare. A ka punuar Bilali? Shumë, në të punohë, pasher. E që është. Nga kryetarët më hershëm më shumë ka punuar. Shumë më shumë, e dini vetë ju, a një e dini si me diu me. Shumë më shumë ka punohë. Eshte. A të punojnë të ardhë më zotë e di. Ama duhet punojnë se punon, ka punohë. Çfarë i mungon Tetovës më tepër? Kuzere di ka i mungon. Kryesore ki punon. Punon. Për të zbulohë, far i duhet dajta zbulohë, më të ardhë më. Po të punohë. Faleminderit shumë. Hajde, kalosh më artë ditë. Meriton me fitu Tetovën. Po dihet Bilal Kasami, ka ai që ka punu për të fan kohën. Keni ndonjë punë që ka punue që e dini? Po, këtë rrugën që ka hesë ju e ka punu, Shandi e ka punu, Andi është të punu, 146, ujtin vaka, mendoj se e meriton. Meriton edhe Mbas mandata. 20 vjetëve, i vetëmi kryetar që ka punu mbas Asbilikës. Faleminderit shumë. Ai ka punu me mundin e vetë sa ka pas mundësi. Po inshallah në rast se zgjidhet edhe një herë, mund të realizojë edhe Premtimet të cilët i ka dhënë, po. Po mendoj se si ki kryetar, mendoj se në rënë qetëra, më dësh. Ky është kryetar superior është, po inshallah i jep zoti imër, shëndet, edhe jo një mandat, po në 10 mandate tjera, po janë pak për këtë se me punën që ka bërë. Faleminderit shumë. E falenderoj me gjithë zemër, po inshallah qëllimet e këtia i plotëson, po mendoj se me ideet që ka, qytetin do bëjë Tetovën, do bëjë jo Los Angeles me kazino, me diçka tjera, po do bëjë me, si thonë, Me shumë më të mirë dhe shumë ekonomikisht më zhvilluar. Form qyteti me të vërtet që i meriton Tetova. Faleminderit shumë. Zgjedhjet a do votoni? Po e valla si jo. Kush e meriton me fitu Tetovën? Po e valla kush e meriton qaj që ka konë, deri vdekje. Po a? Po valla. A ka bo ndonjë punë të hajrit? Valla bo ka bo. Qa ka bo, a mundesh me... Si të najsi pingre qaj s'madhe. Pingre qaj s'madhe të tove mos e qele durmish i hertë. Jeve sëllë? Që? Ma e si, të s'ka. Si nuk njohat njo. A do fitujmë këtë rëndë? Do fituali veç hap një sanjt. Deri vdekje. Po valla, shkurt mua bjeti. O, që? Ili si je? Aja më Te si je? Më bëjt me që pashq. Nësë këto se unë jem, isme qarje. Tash unë më raj pa bukë. Nuk më rëndësej me punau. Me punoj të njëse se cavë qanë, gjinak, ku shkush pa një kafshat bukë, të shuj boloshte. Kryetari e meriton edhe një mandat? Tash unë deri vdekje, shkurt më beti. Deri sa jam unë deri vdekje. Faleminderit shumë. Kaq. Respekt. Ja që ka ekipën bazë me hejnë, si më fitoje? Faleminderit shumë. Lutëm, hajde, shihemi, ja? Mi prak zgjedhjeve, a do votoni? Po, do të votoj. Kush e meriton me fitu Tetovën? Si mas mendimi ten, duhet Bilal Kasami të fitoje. Pse Bilal Kasami? Pa, shumë kam punu për Tetovën. Ndonjë punë? Krejt rrugët i ka regullu. Diçka ka qendra ka regullu, edhe i mirë ashtë. Ato çka janë konë ma përpara, ato asgjë s'kan bë. Hiç kur gjë, a? Hiç kur gjë s'kan bë ato tjerët. Këto vlenit, këto mirë janë konë shumë. Faleminderit shumë. Shumë. Se duhet ta fitoj komunën e Tetovës. Bilali për ti, tjetë. Pse duhet ta fitoj Bilali? Ka punu? Ka punu. Prej kryetarëve më parshëm? Ma shumë ka punu. Mi prak zgjedhjeve, a do votoni? Do votem, dhe shumë. Kush do e meriton ta fitoje Tetovën? Bili e meriton për shtatë. Kush? Bilali e meriton. A ka bon ndonjë punë deri sot? Shumë deri sot. Sekondra ato tjerët, po. Faleminderit shumë. Do votoni ju? Ha? A do votoni? Do votojmë, po... Kush mendoni se do fiton? Ha? Kush mendoni se do fiton? Po kush punuan?
hajde fitoj. Sa i punon më shumë? Kush ka punu deri më sot? Ha? Kush ka punu? Kush do fiton? Kush e fitoj që ki. Bilali, kushia. E meriton, a? Me meriton se ka punau. Qa ka punu? Si pas jush, qa ka punu? Ka punau, shumë ka punau këto. Prej nga jeni ju? Jemi piktau, pintiqe. Përshëndetje. A do votoni? Po, sigur. Kush e meriton me fitun të to? Bilal Kasami. Bilal Kasami? Qa ka bu? Shifet ajo që ka bo. Kretë rrugët e regullume, ujtin regull, lagja map me problem 146 me uj është regullume. Gjdo pun. E meriton edhe një mandat, a? Edhe di. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Komunën e Tetovës, kush e meriton me fitue? Bilal Kasami. Bilal Kasami. Pse Bilal Kasami? Shumë ka punau. E në të puna, halo të puna. Po, e meriton edhe një mandat? Mërë nauke 100 mandate. Nuk e di, do e shofe. Pse? Qka e një dëshpru? Ka mesetimet e mi është. Nuk jam i përgatitet. Të votoj për aska. Kryetari i deri me tashëm, a s'ka bondo një pun? Realisht të gjithë kryetarët tjerë. Si gjithë tjerët. Ka filluar fushata zgjedhore. Qa mendoni, kush duhet ta fitoj komunën e Tetovës? Kasami. Përse Kasami? Sa është maj miri. Çfarë pret nga Kasami? Tarma. Tarma në asfaltime, lomet i pastroje qytetin e... Deri tash sa ka punu? Shumë ka punu. Faleminderit shumë. Shumë. Se kërki vëllit në tjera. Jemi nga Tetova News. Kush mendoni se duhet ta fitoj komunën e Tetovës? Wallahi duhet me fitu ai që ka punu. Si po mendoj se Bilali do ta fiton. Ka punu shumë. Çka pritni më tepër nga Bilali? Po nëse çato pika që i ka, mu realizu për të tonë shumë rregull. Po më pas na vjen së dërsen. Ka punu që me njës të merë. Po, kemi pas kryetar, po. Punëtorë, e pjadorë, më re puna. O që shtoja. Kështë s'po di s'ka tjetë me thonë. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë. Ka filluar fushata zgjedhore. Kush mendoni se duhet të fitoj? Mirdita, ka filluar fushata zgjedhore. Nuk të kem kohë. Për çfarë bëhet fjalë se nuk... Kush mendon se duhet ta fitoj Tetovën? Për momentin, di që shtam. Shumë në përmes shtypit, shumë alternativa ka. Por unë mendoj kjo që është tash në kryetari shtetit, e kryetari komunës. Bilal Kasami. A ka punu Bilal Kasami? Ka punu mjaft. Për mendimin tim, zakonisht ka punu. Nuk e kam se diçka po deklaroj para mediumeve, por e thoma të vërtetën, asë që për mu, po, mendimi ju e personal është? Mendimi ime personal në rrugë ka mendimu shumë. Asfaltimin e rrugëve që ka qenë një pengese, ka ljerëvu pak edhe për unë s'kom veture, s'kom pas kur, por edhe gjatë pushimeve ka mujtë i vendose veturat në përmes disa vendeve të lira, për shembull në për vendet shkollore që kanë qenë gjatë pushimeve tjera. Çato janë mendimet e mia. A çka do pritnit më tej? Çka do pritnit më tej nga kryetari i ardhshëm? Kush do që të jetë? Po presmit, nëse vazhdon me të njëjtin tempo, të vazhdojmë sukses për qytetin e Tetovës, të çirohet pak më mirë dhe të kemi primarje më të madhe. Faleminderit shumë. Kush e fiton Tetovën? Kush e fiton Tetovën? A Bajram Rexhepi apo Bilal Kasami? Unë mendoj që Bilali ka punuar në udhë të mera, thonë, ka ndryqë udhët, ka bon punë, 20 vjetë kush ka konë për para se di, një gjurë se kanë vëmë. Unë e rroj që të një Lenin. Po? Ba, jonë për Merov. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jo. Arsyen? Sekret. Pse jeni kaq i dëshpëruar? Mama, po do të votoj vetëm se s'di çka të them se jemi lot, voto unë jam pensionist. Kush mendoni se do fitoje?
Po kusht fitoj, unë jam optimist se do të bëje diçka. Që ajo, do të vazhdojnë që ashtu si mendimi, si Kush mendoni se do fitoje? Nuk e di, valla, që të mendojnë se di. Që të them se di. Mirdita, do votoni? Po. Kush mendoni se do? Bilal Kasami. Pse Bilal Kasami? Ka punu ma mirë, për pak vetë ka më shumë punë. Në të tovës. Bilali. A ka punu Bilali? Për s'ne ka punu shumë. Bilali isha dhe i mërgjat i mali zot. Unë e punin në KP. Ishta pa roga. Ashta i kjo firma e reja në e rogat më vakat. Më vakat në e rogat. Do me thonë nga ato të kaluarët ma mirë është tash, ha? Ma mirë, roga është e madhe. Sigurim jeni? Sigurim, natën punoj marë rogë 35.000. Kur njerë s'ko marë 35.000, shala zoti i dhash shëndet. Falemderit shumë. Qa jo, po shëndet. Falemderit. Të shohë në njerë, se këni vendosë e lanë. Reshes madhe në të. Kush do fitoje, Bilal Kasami a Bajram Rexhepi? Nuk e dhej. Dhe shohë në basandej. Kur masandej? Bas djedhe ku dhe. Ku do votoni? Do të më në selcë. Unë për selcë, ja. Kush mendon se do fitoje? Cilët fitoje për ne e njajtë. Njajtë është. Fitojmë. Nuk e njopë, si për punët që ka bo, në tër punët matë bajra shqiptarie ka boj. Unë qka është diti tho. E një uroj sukses fitore e në mandet të vazhde këtë mendim që e ka. Rrugën të topë së luqë i pikropave, gjojët matë mejre ka bo. Unë nuk e njërë fara ata. Ama këtë të thamë vërtetën. I vetëmi kriatar që ka përna ashta si duhet për popullin shqiptar. Kush e fiton komunën e Tetovës? Bilal Kasami. Se jo Bajram Rexhepi? Se ka punu pak ma shumë, kjetër nuk e një. Faleminderit. Gjave edhe një herë. 20 vjetë në kanë gërdit. Hajde.